Ti që ki ndonjë smundje, ndonjë telashe, drejtohu Allahut me lutje, hiç pa ndalë, duke i drejtuar Allahut me gjitha nevojat e tua. Si mundesh me pas sabër dhe durim njerëzve t'u drejtosh dhe t'u ankosh me sahat, shkon te mjeku 1 orë nuk u del duke i tregu se nuk jam mirë, nuk jam kështu e nuk jam ashtu, kurse Allahut nuk ke sabër, dy llafe me thonë, o Zoti i madh, unë nuk jam mirë, jam i smur, ti shëron, ti që e ke dërgu smundjen, e ke dërgu edhe ilaçin, dërgo me ilaçin shtashin, këtë zaman, në këtë moment, në këtë vend, vallahi dhe billahi, kur Allahu të ndëgjon lutjen tënde, Allahu të përgjigjet. O i sprovum, a e din se Allahu ty të ka sprovu për me ndëgju zanin tënd në lutje? A e din dhe a e kujton ndonjëherë kur mas fund tjerë ju ke drejtu Allahut me lutje? A e kujton ndonjëherë kur Allahut mas fund tjerë i ki thonë, o Allah, falë më o Zotë se unë e prova? Kur Allahut ke drejtu me punë të mira dhe me adhurime të pandarshme spaku, shtash fillon ndryshoj gjendjen tënde. Allahu Azza wa Jall më së shumë t'i gëzohet me robin e tij, kur robi i tij Allahu t'i drejtohet me këto lloje të adhurime. Kudo që e gjen veten në atë adhurim, atë zbatoje. Ti që e gjen veten në namaz, fal hiç pa ndal namaz. Ti që e gjen veten në dua, ban dua hiç pa ndal. Dhe shpizdoj çdo çast për t'u afruar Allahut të Madh. Hajde të përmisohemi, hajde të lutim Allahun, hajde të akzojmë Zotin ton, duke ndëgju ki Zoti i Madh, zërin ton që ja drejtojmë atij në lutjet tona dhe në adhurimet tona. Zoti ju bekoftë, ju dhash çdo të mirë, walhamdulillahi rabbil alamin.